Uji i dal nga shtrati i lumit të Porojit në Tetov sërish vërshoi fushat dhe një pjesë të shtëpive në Trebosh e Pallatic. Vërshimet e prishën edhe një pjesë të rrugës që është duke u punuar e që lidh Tetovën me Jazhincën. Banorët ankohen se kjo ndodh nga mbyllja e kanaleve kur rrjedh uji gjatë ndërtimit të rrugës. Këto njëri problem. Se çdo projekt që bëhet, që ndreqet, duhet shefen kushtet natyrale. Këto e nesën rrugën pa i qolla kushtet natyrale, ku të shkojë uji, ku të shkojë rrugët. Unë vakum hek vrejtjen që 3 vjet gjimra ora lush. Va hoqa vrejtjen se nuk punohet në këtë mënyrë. Para do të rregullohet shtrati i lumit, vetë në vend vet lumi, po masanet nësti projektin të bëni. Kështu ka pas një gyp, ka pas një kanal të bësh, to i mshelën këtë. A ne e ban këtë marzej, e ngrenë në rrugën, unë që 2 vjet, ora mrej, ledi. Po çfarë problemi që nuk ka pa për para punë e ujit ndërtuohet, mësane atmosferik, mësane të marruat autobani. Kjo veç e mushën këta në shtet që gjë bë punë. Ne ku ankona, askush nuk vjen me nasa. Am kupton. Tash nuk dim ku tankone ne, që vetë shef një gjë. Asnjë rast dëmet e breshit përpara që ka kanë. Erdhën një herë komision ministra që met, asaj nuk u pagu. As tash. Në terren ka dalë edhe një ekip nga komuna e Tetovës. Kreu i komunës Kasami ka premtuar nxjerrjen në terren të gjitha ekipeve me qëllim sanimin e dëmeve nga vërshimet. 24 orëve të fundit ka pasur denoncime për disa vende ku ka pasur rënime të dheut dhe vërshimet të tokave. Makinerit e komunës dhe ndërmarrjeve operatorëve privat me cilët ka bashkëpunim komuna kanë dalë në terren dhe janë duke pastruar pikat kritike, por që me punimet që do të realizohen dhe sigurisht edhe me pjesën tjetër të pastrimit të kanaleve rjerëse të këtyre lumejve, në të ardhmen besojmë që këto probleme nuk do paraqiten. Arishjet e mbrëmshme të shiut kanë dëmtuar edhe disa oborre në lagjen 146, ndërsa ka pasur edhe rëshqitje të tokës në disa vende në Tetov.